rreth 50 km në juglindje të Prizrenit dhe rreth 15 km nga qyteza e Dragashit, shtrihet njëri prej fshatrave më të bukura të kësaj zone, Brodi. Për të shkuar në këtë fshat, rruga është e gjatë dhe tejet e ngushtë për makinën me të cilën udhtonim. Sidoqoftë, kjo nuk mund të na ndalte të shijonim pyjet e mrekullueshme të kësaj zone të virgjërt, e cila jeton në kurorën e mbretërisë së maleve të Sharrit. Këto pamje të maleve na shoqëronin gjatë të gjithë kohës. Në fakt, këtu ka vetëm male, kulloza për plot gjelbrim, lumenj që rrjedhin me ujë të pastër dhe rrugë e shtëpi malore. Pas një orë rrugë nga Prizreni, arritëm në destinacionin tonë, në fshatin Brod. Rrugët e ngushta dhe ndërtesat e vjetra janë elementet që karakterizojnë këtë fshat. Jemi në qendër të fshatit Brod në komunën e Dragashit. Ky është një fshat ku banojnë kryesisht komuniteti goran, por me të vërtet këtu vinë shumë njerëz, turistë të cilët vinë për të vizituar të fshat, e që zakonisht ata thonë se shtëpitë e vjetra dhe pamjet e bukura të maleve të Sharrit i tërheqin dhe janë ato që i bëjnë të vinë në këtë fshat për t'i parë e për të kaluar qaste të këndshme. Përderisa udhtonim për të mbërritur në Brod, u takuam me dy turistë italian, Nicola dhe Laura Basta nga Roma. Këta të dy, vëlla e motor, na shpjeguan se me prejardhje janë arbresh nga qyteza Karfici në Kalabri. Nicola e Laura Basta vazhdimisht thoshin se rrugët e ngushta të Brodit, shtëpitë nga guri dhe natyra e bukur, ju kujtojnë fëmijërinë kur vizitonin qytetin e gjyshit të tyre arbresh në Kalabri. I think it's very important to preserve old buildings. Mendoj se është shumë e rëndësishme të ruhen ndërtesat sepse ato janë pjesë e kulturës së një vendi. Ky vend mi kujton qytetet e Italisë së Jugut, të cilat janë shumë të ngjashme. Njerëzit rrinin jashtë duke pirë kafe. Ky vend ma kujton qytetin arbreshe në Kalabri, ku jetonte gjyshi im. Po e them prapë, natyra këtu është shumë e bukur. It is a wonderful place. Është vend i mrekullueshëm dhe ka shumë natyrë të bukur. Pastaj lumi duket shumë i mirë e i pastër. Në fshat më së shumti më bëjnë përshtypje rrugët e ngushta që më kujtojnë vendin e gjyshit tim në Kalabri të Italisë. Also this village. Për faktin se ky fshat vizitohet shpesh nga turistët, flet Jonus Cako, banori i Brodit. Sipas tij, turistët nga e gjithë bota vinë për të parë bukuritë e maleve të Sharrit. Po, ka prolaze puno, ima turista. Këtej kalojnë shumë njerëz. Brodi është emër i njohur për turistët. Vinë vizitorë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, por edhe nga vende të tjera të Evropës. Ky është një fshat i vjetër dhe me traditë. Turistët këtu vinë më shumë për të parë bukuritë që kanë malet e Sharrit, ujin e pastër dhe të mirë që e kemi dhe natyrën e pasur. Shkoj me tutje, pamja e këtyre shkëmbinjve të bën të eksplorosh këtë hapësirë.
Mendon se ka shumë pluhur në shtegun që të çonte i vetmi hotel në këtë vend turistik, kjo nuk e zbe bukurinë e këtyre bjeshkëve të zhveshura, të cilat bëjnë bashk ëndrrën me realitetin. Në këtë natyrë të bukur është natyrshme të shohësh bakti që kullosin. Erës Bjeshkës është hoteli i cili vizitohet çdo ditë nga rreth 150 turistë. Menaxheri i këtij hoteli, Liliana Dono, tha se gjatë sezonit, qoftë dimrore apo verore, si dhe në fundjavë, punojnë me kapacitet të plotë, ndërsa për turistët organizojnë shëtitje në natyrë. Sa i përket ushqimit, vizitorët kërkojnë më shumë ushqim tradicional. I punësuari në këtë hotel, Reshat Zymberi, i vërteton fjalët e menaxherës së tij. Vinë shumë njerëz, vinë nga 150 deri në 200 veta në ditë, vinë nga gjithë bota, po fillojmë nga Amerika, Anglia, të gjithë të ujtja këtu. Kena ushqime tradicionale të shtëpisë, si pogaçat, bukë të misrit, mishi qingjit, që kërkohet shumë, edhe është shumë kvalitet, ashtu. Pas vizitorëve të huaj që vinë për të parë pasuritë e natyrës kosovare, edhe mërgjimtarët s'mund të heqin dorë nga vizitat në vendin ku rritën. Mërgjimtari Festim Xhabali thotë se është krenar me atë çfarë ju ka falur natyra. Unë jetoj në Zvicër dhe çdo vit kur vjen në pushime këtu nga diaspora, pa i vizituar këto bjeshtë të sharrit, këto zoti, këto natyrë që ka dhënë këtë natyrë të bukur. Këto gjithë Kosova do të vjen ta viziton, veç ta sheh çfarë bukuri ka Kosova, se shumë njerëz nga Kosova nuk e dinë çfarë bukuri kanë këto bjeshtë të sharrit. Se ky vend duhet të vizitohet më shumë se një herë, këtë dëshmon edhe vizitori italian, të cilën e takuam gjatë udhëtimit tonë. Arbëreshi që jeton në Rom, Nikola Basta, që me profesion është dizajneri i webfaqeve, shprehet i bindur se do të kthehet prapë këtu për një kohë të gjatë, për të pushuar e për të çlodhur. Atij i ka pëlqyer natyra, miqësia dhe mikpritja kosovare. Madje, ai premton që xhirimet që ka bërë në këtë natyrë të pasur do t'i postojnë në webfaqe të ndryshme për të treguar të gjithëve që ekziston një vend i tillë e që vlen të vizitohet. This place is amazing, it's very beautiful. Më të vërtet ky vend është i mrekullueshëm, i rrethuar gjithandej me male. Është disi sikur një vend magjik. Jam i kënaqur që erdha dhe jam duke menduar të vi sërish këtu, për një kohë më të gjatë natyrisht, të kënaqem në këtë natyrë dhe të relaksohem për disa ditë. Tani do të lëm pas këtë bukuri natyrore, këtë ajër të pastër, këtë ushqim tradicional të fshatrat me rrugë të stilit të vjetër që i ngjasojnë qyteteve të Italisë së Jugut për të kthyer në kryeqytet dhe për t'ju sjellur këtë rrëfim të gjithë atyre që e duan Bjeshkën. Mos harroni, malet e sharrit kanë shumë çka për t'ju dhënë.